kemi pas rast një fshat ura e prishur, nuk kanë mujt mi çu në spital fëmijën e vegjël, mi shëru, mi kuru, ka ndodhur ka vdek fëmia pse s'ka pas një urë, o duhet me kalu nëpër prue, dhe ka dalë për urës, ka ndru jetë fëmia, kupton e, ose gruaja ka qenë shtatzanë dhe s'ka mujt mi çu në spitalin, sa duhet me kalu nga ky fshat në fshatin tjetër për me kap ambulantën atje ose spitalin e qytetit. Edhe kjo është sadaka shumë e fuqishme. Pastaj edhe Zoti çuditet me këta lloj njerëzish që ndoshta shpesh herë ngatrojnë vërtetën nga pa vërteta dhe i ngatrojnë gjërat, mendojnë mu bë si thonë të na mu evlia se evlia, ja, ashtu duhet me pas pak kujdes njëri, se mund me kalu edhe në abuzim, në teprim, disa gjona. Atëherë duhet me shiku pak edhe nefsin e atij, ose qëllimin, tendencën, a shkon për tregtia, a shkon për ibadet. Allah e din mas mirë, po mu nuk me do këtë e arsyeshme në kias, në analogji, shkuat ta shpesh, edhe kur të shikosh, ndoshta ku ishia e ti afër aty s'ka ushqim për ngranë, ose rruga e ti është këtë grup aty afër, ose ka student që i ka ku ishi, nuk kanë mundësi, janë talenta, janë njerëz me pretendim për me ndihmu atë dheut, nuk i ndan një bursë ose një diçka. Është me keqardhje.